Përshëndetje miq të Sojli Sol. Ja ku erdhëm prap. Erdhi e premtja dhe ju jam I sigurt që jeni sulur me kokë drejt pushimeve, drejt detit, drejt malit. Madje ajo çfarë më vjen keq për ata që janë sulur me kokë drejt punës sot në fundjavë, që fillon një fundjavë dhe një fundjavë e nxehtë sipas nesh këtu në studio, sepse Arteni nuk ka menduar fare që të na hapi kondicionerin për arsye të kursimit të faturës së energjisë elektrike, e cila vazhdon si gjithmonë, si çdo të premte të vi më e lartë, edhe më lartë, edhe më lartë. Urime nish elektrikut, tha. Atëre, sot do të kemi një legjendë përballë. Do të diskutojmë, do të bëjmë pak muhabet, si I thon turqisht. Muhabet vënçe me një nga figurat më të larta të emigracionit, të kurbetit, të diasporës, nuk e di, të patriotizmit. Edhe për më tepër një nga figurat më të mira të Korçës. Një korçar nga Boboshtica, Hamit Boboshtica. Po, faleminderit shumë për ftesën, edhe faleminderit shumë për të llafkat që keni llafosur për mua. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë se erdhe në podcastin ton Sojli Sol. Jam I sigurt që të gjithë I ka marrë malli për ty. Vetëm se të shoh edhe unë shumë mirë. Të shoh shumë më mirë se që të kam parë erën e fundit atere kur të me gishtin. Shpresoj shumë të na shohin ata andeja, se këteja s'ka në kohë, do shoh në këtë. Po, natyrshëm. Ferma Brother, si e ka Ferma? Big Brother, ka mbaruar ajo, kjo ka filluar, do ketë mbaruar dhe kjo, kush, që rëndësi ka? Rëndësi ka që unë jam I bindur që sot miqtan në ndjekin ty edhe mua, dhe sigurisht kjo bëhet e mundur vetëm nëpërmjet sponsorit ton general, të cilin e falenderojmë dhe e rifalenderojmë në çdo podcast që kemi. Arangjata uj glina dhe veçanërisht uj spring që tani në ver po bën namin. Është e vetmja gjë që na freskon shpirtin. Spring, faleminderit për mundësinë. Hamit Boboshtica, më lejo të pi pa got, kështu. Miti, ti si emigrant ke ndryshuar shumë, madje ndryshe nga gjithë, se gjithë kemi miq emigrant, të gjithë kemi miq që janë për kurbet, si çdo thoshin turqisht, por ti ke ndryshuar për mirë, ke ndryshuar pak si shumë, sikur je rinuar pak, ke hequr syzet, domethënë ato syzet që I kishe të thyera. Nuk e di, mos kujdeset për ty dhe Funky Mustang? Po. Miq, Funky Mustang është kujdesur edhe për imazhin tim. Sigurisht që jam kaq I bukur, jam pikrisht për shkak të tyre. Faleminderit Funky Mustang. Po, qa më thua, Byrazeri, qa do ndodhi tash, I tërë ka ndryshuar, ti më ke parë mua këtu e 20 vjetë, ore. Kur iknim në Greqi edhe në arrite Greku në sinte mbrapa, ore. Po, tani e rafim neve. Ti më ke parë mua, kur më ke parë ti mua, që kam qene me lanë me gisht këtu. E mba mëndo, shka mequr. Po, ka kaluar me dhe jemi rinuar, se kush punon e kush mendon për me mëdhej në Byrazeri, vetëm rinohet, nuk ka vdekje, ore, nuk ka plakje me mëdheu. Po juve jeni këtu, I keni këtu të tëra, po neve, nuk ka, atë, vërtet, patriotët nuk plaken kur, janë gjithmonë të ri, dhe ti si duket do kesh bërë shumë patriotizëm, ti do kesh bërë shumë vepra të mëdha në emigrim, përderisa je rinuar kaq shumë, përderisa, qa ke bërë që je ndryshuar, na thuaj pak. Po si mos rinohe, mo kemi parë, tash marim shembull nga me mëdheu, kanë filluar tërë këte gazon e Korçës, në të sekë që janë në Leskovik, tërë bre, ikin bëj në veshët, ikin bëj në lëkurën, ikin bëj në buzkat, ikin bëj në hundkat. Mirë femrat me Byrazeri, po dhe meshkujt bëj sjallën në pas. Dhe meshkujt. Pasë CEO, qa kemi ne më keqin se ata?
qa kemi ne punojmë, marrim paranë, të tëra, kur vjen fundi Cemo si bën parat e mia I kam o Cemo I bëj veshët, kam bër veshët. Jo, ti bësh shumë mirë, jam I sigurt që kjo është një mbështetje edhe për klinikat estetike, si thosh, sepse të rregullosh një femër natyrisht ja kanë marrë dorën. Po të rregullosh një mashkull për shembull, ta bësh nga veshët fizharmonik, t'ja ngjisësh në kokë, sigurisht do punë shumë të madhe. Ose ty për shembull të rinoj kaq shumë, diçka të na kishe thënë atë klinikën, mund t'ja bëjmë edhe reklamën. Kush t'i bëri veshët e kush t'i bëri syt. Po bëjmë shaka, bëj shaka. Oqa dhe syzkat, jo oqa se kam pasur një palë syzkat si Byskë, jo. Byskë Kavanozi, po te. Kavanozi, jo atë tjetër. Nuk bën mirë. Jo, mo se ne këto andej I përdorim to si lafe janë lafe popullore, bre. Po që të ka që lëvizmo. Po ashtu është lëvizaja se kur ka një patriot të madh si puna jote, aty do të lëvizi dhe tundet dheu, jo më mikrofoni. Apo jo Arten? Po I kemi hequro syskat, kemi bërë atje operacion. Cej nuk I ka më syzet, syt e bukur. Jo, cej ti mbaj më syzet. Është ajo kënga Korçari. Syçkat si ato të tuat. Neve që jemi në emigrim, ne kurbetlit të Byrazerë, neve që kemi punra të mira, neve na duhet çikë të përfaqësohemi. Pastaj unë ti e di që kam një biznes të qerë dhe kalamajshë. Puna sigurisht që ti që merresh me edukacionin, me edukimin e brezave të rinë në diasporë, e bebeve, kemi dëgjuar që ke diçka, ke një institucion kështu që kujdesesh për fëmijët, nga bebe dhe domethënë mund na thosh diçka më tepër. Çerdhe kopësh bashkë kam. Me ti, ku është Taçka bre Byrazer. Taçka bre Byrazer. Akoma jeton Taçka. Taçka. Përshëndesim, miq të dashur, Taçka është bashkë qytetari I mitit. Që mëre të Taçka, Taçka ble që ka qenë Taçka. Akoma ashu, te dhoga, pi 2 gota, bet dhogë dhe më mejrë mua. Çdo bëjmë ndo një gjë për vatanin, thotë. Po shtë bështi për vatanin me Byrazer ti vetëm pi brega më ngjizit e në darkë. Po. Taçka, miq të dashur, ka qenë një nga miqt më të ngushtë Amit Boboshticës, edhe ai një patriot I madh I alkoolit. Domethënë ka pasur mos gaboj një bar përballë me Berberhanen e Mimitit. Dhe Miti dhe Taçka kanë qenë dy njerëz, 2 patriot të jashtëzakonshëm, edhe sigurisht e përshëndesim. Taçkë, të përshëndesim. Taçka është në Amerikë, ka hapur një kafenetçka atje, se që ka vënë një emër kështu, emër të huaj I thashë të shpelap të mortja me Byrazer. Korçar dejnë, baba dejnë, vajte javure emrin, se që ka vënë një house coffee, house cafe, se që është një kështu si emër pe nazistësh. Atere, Miti, si patriot që je, do më thënë, edhe me që ke ardhur të Shqipërisë, ke do ikësh prapë sigurisht. Desha të më thuash pak, që mendimi ke? Apo ecën mirë Shqipëria? Të ta them të drejtën o për kokë të mamkës. Që po të jetë për mua, unë nuk e di ku po Shqipëria mirë është, aty ku është. Po shqiptarët ku po shkojnë? Ku po shkojnë shqiptarët? Po nuk e di bre Byrazeri, se ka që shumë shqiptare pas ka pasur me dheu bre Byrazer. Sa ka në 30 vjet bre Byrazer që vetëm ikin e nuk mbarohen kur bet lindë bre. Ka që shumë bre. Sa ikin aq I lindin bre. Jemi popull që ikim dhe jemi popull që lindim shumë, falë Zotit, dëshirën për të bërë fëmijë, për të bërë luftëtar, për të bërë patriot, për të bërë njerëz të mençur, e kemi shumë të fuqishme, se na e ka dhënë Zoti këtë gjë, thjesht I lindim fëmijët këtu dhe pastaj I përcjellim për në kurbet dhe I shërbejnë shteteve të tjera, kombeve të tjera dhe kjo është prandaj ne lindim dhe ikim vërtet s'më kishte shku menja që në 30 e sa vite ne shqiptarët vetëm ikim dhe kur vjen puna vërtet nuk mbarojmë, jemi konsiderueshëm akoma. Po patjetër edhe mua më bën përshtypje, si s'më bën përshtypje dhe këtë po të shpjegoj. Nuk u thejmë be Byrazeri vetëm ikin. Po ku janë mo që ikin? Se këtu vjen isha në Korçë, ishte boshë mo Korçë. Boshë mo 4 veta ishin.
kryetari bashkisë, nën kryetari, një dy gazetarë, ajo e universiteti që është ajo, edhe klubi futbollit Skënderbeu. S'kish me njerëz. Vetëm klubi futbollit janë 20-30 vetë. Tash ja 20-30 do bëjnë me 20 veta çfarë do bëjnë ato profesorët e universitetit, ja dekani, ja rektori, ja edhe 5-6 gazetarë atje që janë edhe 2 kryetarët, 3 kryetarë sa ka. Po më ja u bon 20-30 janë 50 veta, 60 veta janë në Korçë tash. Çfarë bëhet me 20 veta, më 20 veta nuk janë 4, e kupton? 20 veta çfarë bëjnë, më ku punojnë, më ku anë, më ku pinë, më se për hap panik. 20 veta luhet futboll. futboll. Ma la fosë be birazer. Çuna me çuna. Valeri Çupka ku punojnë në për institucione punojnë. Po bëjnë nga 2-3 punë. Një ke provuar ti ndonjëherë 2-3 punë? Po miro, këtu ç'a punë bëjnë më? Ja mo ç'punë bën ti? Punoj unë bëj punë, unë punoj. Këtu ç'a punë më? 2-3 punë si më? Shef televizor një punë. Gjatë kohës që shef televizor merret me llafe, punë e dytë, edhe punë e tretë, edhe bukë. Do me thënë 3 punë. Po se këto janë punë ato. A më çmë qish më me zgërdijet ky hap vashët. Unë të pyeta ç'a mendimi ke ti për Shqipërinë tash? A është Shqipëria në rrugën e duhur apo jo? Unë që të mendoj, unë mendoj që Shqipëria me këta shqiptare nuk u bëhet me birazer. Nuk bëhet më Shqipëria. Bre, këta flenë gjumë edhe të represin, njësoj si këtu e 30 vjetë, të represin nga emigrantët. Mi po dhe kur vetë linti që tu ati, këtë, kush se shberë për vete, dhe bej, s'ka që bënë me për më dhejnë. Po pse s'ka që bënë më për më dhejnë? Si s'ka që bënë? Ka pasur njerëz Shqipëria që kanë shkrirë pasurit për më dhejnë. Ti thua, kus është për vete, s'është për më dhenë. Qa do me thënë kjo? Unë për vete përpiqem ti japë kontributin tim, se unë kam tash i kanë erdhur dhe kohët këshuare, që bën të tëra me kompjutere, me iPad-e, me kompjutere, me telefonkat e me tëra, e kupton? Teknologjia. E dhe në këto kushte tash do asimilohemi komplet si kombë, bre. Kjo është edhe mund. Teknologji është vetëm në anglisht më. Si s'ka një teknologji në Korçashe për shembull, të bëj njëri atje një GPS pe Korçë, të thotë djeri drejto, ktheu majta GPS në Korçashe. Hajde ja fute, hajde në të semës, për shembull ku ngatorona drejtën. Po kemi tëra me anglisht, kur I ketë tëra me anglisht, ç'e duhet të gjua? Po ç'a të bëjmë? Anglishtën e flasin gjithë bota, tash si ta bëjmë ne? GPS në Korçashe vetëm në Korçë mund të pi ujë për shembull. Unë kur kam qenë ja 2-3 herë në Korçë, unë kam marrë 18 herë rreth e për qark, rreth rrotullimit, 2 rreth rrotullime ka, më kanë marrë gjysmore për shembull. Imagjino t'ishte dhe GPS-i t'ishte në Korçashe pastaj, base do da gjeja, se do thoshte ai, për shembull, bjeri mo nga fabrika birës, ktheu te kjo, se juve I keni dhe me emra kështu, njerëzish, hyrte ky I kësaj, dilke ai I asaj, s'mund ketë një GPS shu, se... Po e atë po thejme edhe unë, prandaj e kam hapur çerdhe dhe kopësh edhe u mësoj fëmikave shqip. Keni hapur çerdhe dhe kopësh dhe këtë po e kam dëgjuar shumë sepse shumë e lavdërojnë institucionin tënd I cili merret ekskluzivisht me çfarë merret. Na shpjego pak për u mësoj shqipe, u mësoj zakonet e shqiptarve, u mësoj si të hanë, u mësoj si të shajnë, u mësoj edhe si të bëjnë njerëz. Normal, shqiptar pa shar nuk ka kuptim. Po si I mëson si të hanë, për shembull, çfarë të hanë? E para punës njerë, I mësoj si të hanë në fukarallëkore. Se ti kursej në familje, se. Ti kursej, se, po. Tash besoj që ka problem familje në diasporë, për shembull, për të ngrënë. Nuk besoj që ka. Po gjithsesi, është pjesë e traditës tonë që është ndërtuar në fukarallëk. Po. Se aty në Amerikë kanë të tëra, mo. I kanë të tëra dhe vetëm e shpërdorojnë, më po shpërdorohet e buka. E shpërdorin, ka shpërdorim. Jo, nuk shpërdoroj. Ai po çe atëre? Nuk unë se ai fare për vete bukën. Nuk ai fare, jo më ta shpërdoroj. Është shumë gabim ata që e shpërdorojnë. Se bëjnë gabimin e parë që e hanë, pastaj gabimin e dytë që e shpërdorojnë. Edhe I mësoj mos si ti bëjnë në thërimet, për shembull ti bëjnë në papare, ke nga në papare ndonjëri ti. Papare ç'a është kjo? Paparja është bukë thatë më me vaj ulliri, thjesht e skuq atje në tenxherkë. Po ne I thojmë bukë vale.
Më bukë vale i thoni ju, që jeni nga Shqipëria mesme ju. Po. Papare i thonë, më që është papare, do me thënë. Është kuptimi që është papara. Si, be që i ka në korçar. I mësoj kalamajve si të gatuaj në lakror në për shembull. Ka bërë në lakrorë ti. Po, me lakrorin e dim gjithë. Po, e dim lakrorin. Po, ke angër, po që është lakrori, historinë e lakrorit e diti që ka 2 peta. Jo, nuk e di, po 2 peta. Lakrori ka 2 peta se aqë mbane, një për sipër, një për poshtë, se ka lindur nga Fukarallaqu, birat. Dhe lakrori nga Fukarallaqu, do më thonë. Interesant e shumë, atëre meriton një duartrokitje lakrori. Unë mendoja që ishte si puna lazanjës lakrori, po nese, shumë mirë. Do më thënë, ja është nga Fukarallaqu dhe bëhet, po, është normale, se me qep ka gjithandej, ta qeni qepën, do më thënë, kur ka për të ngër qeni, imagino, e kupton, mbushur me qepë pe korçe, pe dhe volli andej, edhe, 2 feta, një për sipër, një për poshtë dhe e cmatane, po të ngro shpirtin, mo. Ashtu është lakrori, është unë ku kam qenë në Korçë në fundit e kam ngrënë lakrorin me krikla dhalle. Është. I mësoj më fëmika të lafosim o Shqip. I mësoni dhe Shqipen, po Shqipen gjithandej kemi dëgjuar, nuk është ndonjë problem ti mësosh fëmijëve me fol Shqip. Në ja kam dëgjuar, sidomos në Amerikë ka plot shkolla shqipe që i mësojnë fëmijëve gjuhën. Po jo të gjuhën që i mësojnë të tërë, mo. Po se ta i mësojnë në kotë, mo, i mësojnë në pa, i mësojnë në Shqipe me gjuhë të huaj, me lafka të huaj. Si me gjuhë të? Si me lafka të huaj? Gjuhë Shqipe, mo. Shqipe në të, mo, që është, kur i themi ati tjetrit e i qa po ben, i themi, a mo të mbyllë të. E ke fjallën për... E kupton, se ku të duket, mo, që jemi pa banë, jemi korçarën, Po, nuk mundi thua që kemi qa bëni, thua të mbyllte. E bere, që kur i ka unë, u be Boboshtica vend turistik. Të tërë shkojnë në Boboshticë, vetëm prej amit të Boboshticës. Edhe kur vjen puna në Korçë atje s'më vun një bustër nuk më vun. Nuk ta vun. A bën njeriu një përmendore atje për patriotin e madh Hamit Boboshtica. Që qa s'ka bere për me dhejnë. Mendoj. Po s'ka në faje këta, mos e i bejnë vejtë, vejnë bejnë vejshët, vejnë bejnë buzët, vejnë, po kur bejnë dhe bythkat bre byra zeli, ato bythka qa mi bejnë. Mos e banalizot është. Qaj mo qa fjallori, bythka është mo qa i tonë. Po jo pra ta shi, bëthuaj, fund shpina, fundë shpinë, po qike këto, po qike këto të shi se jeni na dëgjojnë 3 miliardë e 625 milion shqiptar që janë në gjithë globin të shi. Ore do la fosim Shqip në këtu, apo si e ke alën? Po Shqip, po la fosim, po nuk ka nevoj, ne kemi fjallën tonë fundë shpina. Nuk la foset shu. Po si la foset? Ti do la fosësh me emocion. Në ndjekin edhe fmitë, po fëmijët më shumë mire, që të ndjekin të marrin vesh edhe fmitë që zuzare jeni këtu. Se këshu i mëson fëmijët ti me këtë lloj përshtatje, me këtë lloj... Jo, nuk i mësoj këshu, unë i mësoj e ta dua në atë dhejnë, i mësoj e Themistoklik Gërmenin, i mësoj e tëre patriotët, Papa Kriston e Govani. E kupton, ato i mësoj unë. Bravo. Në ndryshe nga të tjerët që nuk i dinë e brej të mësojnë. Nuk i dinë, e kuptonë. Se të e mejre zyshën e atje ti mësoj e Shqip kalamaqeve, fëmikave, edhe ja shpjegon në anglisht të Shqipen. Apo atë të mejre vesh Shqip. Anglisht do t'ja shpjegoj që ta kuptoj fëmija. Se unë kam programë patriotik, e mësojme fëmikën që të di të sillet me prindin bre byra. Po mirë, si e ke të organizuar si të shkollën qertë në kopshin që ke shkon i merë në për shpia dhe i sjell në për... Po jo, me byra zër, i sjellin fëmijë, i sjellin vetë prindit, pra prindit janë të interesuar vetë që ti edukojnë fëmijët e tyre ke ty, në historinë e gjo ke pas? Po që nuk kam pasur... Po ka erdhur njëri që me bënte si i fort të këshu, edhe më solli 3 kalamajka. 3. Bravo, i lumë pushka. 3 kalamajka, edhe më tha mua me ullë, me qmim, me tha mi beje me qmim shumice. CEO i thashë, që shumici ke fëmijët tjo. Ti kur i bere për shumici, bere për të marrë lire. Njësoj është si ky njeri, edhe ky njeri, edhe ky njeri këmoj se cili ka vlerën e vetë, që është kjo fëmi shumice. Bravo. Si ti marrën fëmijët me shumice, qa u bën fëmijët mo? E drejt.
Qa u bëne më? Lope? U mërzit? Po i që u mërzit. Po mire tha merë sa të dua, tha unë aq do paguaj. Po mire tjetër punë, këta të dy, thashë i ke falas nga unë, do paguash vetëm për njerin. Ke pare ti që ata të dy që janë në falas birazere, janë të shkëlqyer. Ashtu. Mo po janë të shkëlqyer, janë patriote me medhetarë, po theme të njojnë që nga rrënjë deri të dëmballët e familjes e tyre. Se u bej dhe historinë e tyre, se unë kam qenë si gjendja civile me vaktit në Korçë. Se i njeh të gjithë korçarët, Unë i njeh atë tërë me libër shtëpie birazere. Shi. Po. Interesant. Një tjetër vjene me akër e atje me të shte. Ore, qama ke mësuar fëminë të ame lugë me piru, thot edhe me thikë, mo. Që, mo, me edukato, thashë, si që kemi qenë, mo, ne kemi qenë aristokraci, mo, Korça, i thashë. Jo, tha, nuk e mësuar fëminë, tha... Taj me lugë me piru. Taj me lugë me piru fëmija, tha, si aka njeri me lugë me piru, si i lijet thika në dorë fëmijës. Po mire, mo, i thashë, po si a le, i thashë, si do, mere qoje me ndonjë qerë dhe gangsterës, i thashë, e ti mësojnë atë. Përdorimin e thikës ashu, si peqë moti, thashë. Ka dhe nga. Edhe me kërkom të logari birazeri, mori fëmine e qoj në një shkollë amerikane, se që bërë janë deja. Ja, morën, ja, bënë fëmine, copë, fëmija ta shizaj as i fletë, vjen nga shkolla, as e pjerë dhe fare të jatin. Të betojnë, për kokë të mamkës, po të them, por nuk të gënjeja. Si nuk i, do me thëmë fëmija nuk komunikon me prindin atje, që këta kur betli të birazeri janë sulur të tërë në punë, e di arojnë bre për fëmikat. Po fëmijet, mo, kush do t'i mbaje, mo, kush do t'i rrisë, mo, lazi. Kush do t'i rrisë, të shi. Po mire, mos në dhat një gjë, mo, nga Gjirokastra jini të tërë, mo. Po jo, më që Gjirokastra ke uj spring, është uj i lëngu jetës, uj i jetës, me këtë, do më thënë, hidratohesh. Do më thënë, ja, po e pi dhe unë dhe po e pi pa gotë. Springë bre birazer ka lezejtë, se është edhe me jeshilke, ja dhe unë me jeshilke. Të shkoj me kjo shuje që të freskon të tërët, të jep oksigen, be birazer, të shkon oksigenin në tru. Njeri ju duhet të pi 5 kg ujë në ditë, mo. Pra, sa i bie nga këto? 10 copë nga këto. 10 copë nga këto në verë, i pinë dhe bën shumë mirë. Nga këto? Të oksigenon të gjitha organet. Po me koli i pi unë, mo. Qalla fosti, mo. Me koli, mo, i pi me. Ku ka me mirë, mo, e kontroluar, po, minerale, po, të tëra, po. Qëtë dua me ne, mo? Po, e vërtet është. Pra ndaj dhe ne kemi sponsor general, pikrish për këtë fakt, sepse janë patent, kanë identitet dhe kanë gjithçka të mirë për cilën ka nevojë njeriu në çdo lloj stine. Faleminderit. Aranjata, uj spring dhe glina, po veçanërisht springu. A pitë të tërë ta marrë me vete, se është e mire. Po mos ki merak se t'japim koli tjetër. Keni prapo. Të japim një koli me vete. Se ju dukeni si nga Gjirokastra jeni, si kur se jepni. Ta pi unë këta. Ju, korçar, so jeni, se ka lafe për ju. Ka lafe, që kurseni shumë. Lëngu jetës është biraze. U freskove, po normal. Prandaj po them, e kupton, kur ta them unë, nuk ta them kota. Të vishti deri këtu dhe mos të japim një uj spring. Radio Sol. Po ce i ke vend Sol, më? Po Sol, sepse Sol është Chelsea Solit, nga aty ku nis muzika. E kupton? Si Chelsea Sol. Po ce o nuk vije do të një Chelsea tjetër aty, o? Po qa Chelsea të veshim? Po dhe me Chelsea në qytetit, mo që japin këtu në Tiranë, ata që japin në Korçë. Se ku t'ja japin atë Chelsea në qytetit me biraze? Po Chelsea në qytetit e kanë shpërndar këto, e kanë dhënë në një 2-3 vende, edhe s'kishim ku ta gjenim, nuk na e dhanë neve Chelsea në qytetit. Ja japin këtyre, Bregovicave këtyre. E dhe miti Boboshticës nuk i dhanë një Chelsea. Po pra, që qas kam bërber atë Korçë. Kockat me kanë rënë për Korçën, e për Bobosticën, e për të tëra. Po nuk je i vetmi, miti, kështu është kjo punë. Sa më shumë të bësh për vendin, aq më keq do gjesh. Se kështu ka dalë moda tani. E kupton? Të lobojmë dhe unë mendoj që neve nga këtu miq të Sojlisol të lobojmë të gjithë që për mitin të ketë një përmendore në Boboshticë. Të smereni vesh ju për Tirana, ju smereni vesh. Ju e kini me të futura, e kini me të nxjerrë ju.
Një smerë një vesh me Po Birazer. jo, bëjmë edhe shaka. Ti, sa të jesh gjallë, nuk mund të kërkosh të kesh një përmendore. Pas vdekjes, ndodhin mrekullit. Ma përshëndet pak gjithë stafin këtu, sepse janë, si që shef janë gjithë duket pansu, janë 27 vetë, me gjithë mu 28. Po i përshëndej se mo të gjithë këta djemkat këtu që punojnë, edhe këto qupkat. Edhe Irenën e kemi këtu. I përshëndej se edhe më shumë, se si a beni me tërë këto djemka. Irenën e përshëndej se me shumë respekt, edhe i thej me jere tjetër të jetë me ashpër me këta djemkat. Po pse? Me falë Birazej, po këtu gjysmë një paske Dembela. Pse? U se marrë veshë qashë kojnë po këshu, po. Pse? E i pas kanë mendjen Avdallisu. Pse? Që po bëjnë? Ato po shofin. Me kanë punë vetë ato, janë në kompjuter aty, tak një aty, edhe shif, ai ndjek kamerën, atë pun ka, me rujt kamerën. Kamera gjiron vetë, ai run kamerën. Pse thu nuk punon? Mos e nxirë këta. Ha? Mos e nxirë këta. Mos a nxjerë. Jo, nuk e nxjerë. Jo, ose pse do e nxjerë? Neve për këtë punë jemi, ti themi të vërtetat e pa thëna. Nuk do e nxjerrim të. Qa mendimi ke për Radio Sol? Pa jo dijet Birazejre Radio Soli me mira, ndiqeni, kapeni e shtrydheni 89.0 FM. Bravo, je i vetmi që e ke thënë tamam. Aty e ke ndiqe Radio Solin, aty e kape mos e lërë të hikë brej. E ashtu të betë, po se këshu bëhen këto punë, nuk bëhen këto punë si me dalin sa atje me done. Ishte tamam një reklam Shqip. Të falenderoj shumë që ishe këtu me mua. Besoj edhe dëgjuesit tanë janë shumë të kënaqur. I përshëndes të tërë kur betlinj e i thejmë bëni mendjen të Memedheu. Memedheu në rezik Birazer. E janë i t'i japim një dorë të tërë ta bëjmë Shqipërinë si që duam vetë, jo si që duan të tjerët. Ja kaq kisha. Miq të dashur të Sojli Sol, ishim me Hamid Bobosticën, një nga legjendat e kurbetlinjve. Kurbetliu më patriot në botë. Hamid, falimderit shumë për të gjitha gjërat që ndave sot me mua dhe mendimet e bukura që dhe në lidhje me familjen dhe patriotizmin. Atë që do të shkëpus sot nga ty është familja, sepse nga familja fillon shteti. Miru pafshim.